Përshëndetje, sot do t'ju tregoj një recetë shqiptare tradicionale, është fjala për paqen e dibrës. Përbërësi që na duhen janë 4 lugë të ushqimit miell misri, gjalp diku 100 gram, hudër, 1 ve, kryp 1 lugë e ushqimit, spec pluhur të kuq 1 lugë e ushqimit, biberëzis sipas dëshirës, ufull të rushit edhe lang të mishit, që e kom zi ma herët e kom përdori veç langun e mishit. Fillojmë me skuqjen e miellit të misrit, e ndezim zjarmin. Temperaturë mesatare. Edhe e qesim gjalpën, po jo krejt, nalim pakës na duhet për ma vonë. Të vim. Presim deri sa të shkrihet gjalpa. Kur ja fillon mu shkri gjalpi, e qesim mielin e misrit. Tu kom 4 lugë. Edhe kështu e përgojmë deri sa të skuqet pakës. Kështu e përzini pa ndërprej deri sa të fillon me u skuq. Kur të fillon me u skuq kështu, e largoni prej zjarmit. Edhe e përzini mirë. Të vreni që është ndru ngjyra, ka marrë një ngjyrë si të artë, si të kaft. Tash këtu e qesim langun e mishit. Langu i mishit nuk ka as kryp pas biberëzi, veç ujë edhe mish që e kom zi. Në fillim pja qës kash, ma vonë do shta shtojmë, varet prej trashësisë. Tash e kthejmë në zjarm prap e vazhdojmë temperaturë mesatare, si e kena pas ma herët. Kur ja fillon kështu me vlu, e nalim temperaturën në temperaturë minimale, edhe lejmë kështu me zi pakës në veti. Ndërkohë, ne për shkrim gjalpën me spes të kuq pakës për djegim. Tash këtu me një enë të vogël, e djegim pakës gjalpën, veç pakës, e ndezim zjarmin temperaturë të mesatare. Presim deri sa të shkrihet.
e shkrimi gjalpën edhe e skuqni, do thotë derisa të skuqet pakës, ala nuk është shkurt, po vrehet ngjyra kur skuqet, edhe era i vjen. Tamam ashtu erë mirë. Kur skuqet kështu, e nalim zjarmin edhe largojmë. Edhe tash këtu, ja qesim biberin e kuq. Gjalpa është e nxehtë, biberi nuk e lodh shumë se mundet mu djeg. Veç pakës. Edhe qesim përmi këtu. Njashtojmë krypën. Një lugë të ushqimit, po e provoni edhe nëse keni nevojë ma shumë, njashtoni. Biber të zi. Edhe biberi zi varet qysh e keni për qef. Tash këtu jashtojmë edhe 2 lugë ushkull të rushit. 2 lugë. Edhe mos të harrojmë hudrën. Hudrën mundeni me coptu, ose unë e përdori këtë mjetin që i copton imt. Këtë përbërst i kena këtu, e lejmë edhe pakës me zi në temperaturë të ultë. Edhe paqja është ma e hollë se çorba, po është ma e trashë se supa. Kështu që unë i kisha shtu veç edhe pakës lang të mishit, që me të hollu. Nëse s'keni lang të mishit, mundën e me bo veç me ujë. Shto me thanë që po bëhet shumë e mirë me lang të mishit. Për këto masa gjithsej kom përdor diku 1 litër, pak ma pak se 1 litër lang të mishit, për me marrë këtë hollësi. Tash edhe mundeni me provu, me pak keni mjaft kryp, pa biber të zi. Në fund ja qesim bezën. Tash, kur e qesim bezën, e përzim, tu e përzi e tu e shtu.
Masi që e kena përzi 5 minuta, kështu në temperaturë të ullt, e nalim zjarmin, edhe paqja e dibrës është gati, mundena me shërby. Kjo ishte receta e paqes dibrës. Faleminderit shumë për vëmendje, miru pafshim në video nashme.